Që këtë javë në patëm mundësinë që të merrnim, nëse do të ishte pra e mundur, të ndërmerrim disa hapa të rëndësishme për ta mbyllur luftën, për t'i dhënë fund asaj, në rast se Putini nuk do të kishte patur frikë të vinte në Turqi. Unë isha dje në Ankara dhe isha sigurisht që u pritëm nga presidenti Erdogan dhe isha i gatshëm për një takim të drejt për drejt me Putinin, qoftë në Ankara apo në Stamboll. Dhe jo thjesht për një takim, por në fakt për të mundur për të zgjidhur të gjitha çështjet e rëndësishme. Por ai nuk ra dakord për asgjë. Pra Putini nuk ra dakord për asgjë dhe shihej qartë që delegacioni rus që erdhi në Stamboll ishte i një niveli shumë të ulët dhe askush nga ata që ishin anëtarë të delegacionit nuk mund të merrnin vendime në Rusi. Pra megjithatë u dërgova një ekip në Stamboll i cili udhëhiqej nga ministri i mbrojtjes së Ukrainës. Të paktën pra për të parë nëse rusët do të arrinin që të vendosin ndonjë gjë. Gjithsesi, përparësia jo numër 1 është që të ketë një armëpushim të plotë e të pakushtëzuar dhe të drejtë.